UÇK-ja nuk lindi për të marrë tokë të huaj, lindi për ta mbrojtur shtëpinë e vet. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas asnjë shesh ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tonë sa shumë e don ky popull UÇK-n, si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Ajo ka qenë ndjenja që na ka lidh kudo, krenaria që nuk shuhet dhe betimi i heshtun që nderi i saj nuk preket. UÇK, sot është 17 shkurti, urime dita e pavarësisë, është dita kur një popull e shpalli para botës të drejtën për shtet, për liri dhe për dinjitet. Por kjo ditë nuk është vetëm fest, është edhe kujtesë. Sot në Hag ndodhen ish udhëheqësit e UÇK-s dhe të shtetit tonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Emra që për shumë kënd përfaqësojnë kapituj të tërë të historisë sonë të rezistencës dhe të shtetëndërtimit. Pavarësisht proceseve gjyqësore, një gjë mbetet e tartë. Lufta e UÇK-s ishte luftë çlirimtare dhe kjo nuk mund të zhbëhet kurrë. Sepse historia jo nuk është abstrakte, ajo ka shifra dhe dhimbta, mbi 12.000 shtetar të vrarë e të masakruar, mbi 1.600 persona ende të pagjetur, mbi 1.500 fëmijë në moshën 18 vjeçare të vrarë, mbi 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale, mbi 1 milion qytetar të dëbuar nga shtëpitë e tyre, mbi 500.000 shtëpi të djegura bashkë me shkolla, spitale, institucione. Rreth 3.000 dëshmorë dhe mbi 3.000 të plagosur. Këto nuk janë vetëm statistika, janë plagë të hapuna, janë familje që presin, janë nana që se din ku e kanë vajzën apo djalin, janë fëmijë që u rritën pa prind, janë gra që e mbajnë dhimbjen si barë të heshtur, janë qytete të tëra që u zbrazën me dhunë. Prandaj, duhet ta themi qartë dallimin mes agresorit dhe viktimës, mes atij që erdhi për të pushtuar, për të djegur, për të dëbuar dhe atij që u ngrit për ta mbrojtur shtëpinë. Me një luftë pushtuese dhe një luftë çlirimtare. UÇK-ja nuk lindi për të marrë tokë të huaj, lindi për ta mbrojtur shtëpinë e vet, nuk lindi për dominim, po për liri. Kjo është e vërteta historike që nuk mund të relativizohet kurrë. Thirrjet tona për drejtësi e jo politik nuk janë kundër askujt. Janë për dinjitetin ton kolektiv. Ne nuk mund të pranojmë që procese që zhvillohen në emër të popullit të Kosovës të përdoren për të barazuar agresorin me viktimen, apo për të mjegulluar karakterin çlirimtar të luftës tonë. Nëse drejtësia devion nga parimet e babarazis dhe panshmëris dhe kur gjyqi në Hag thirret dhe vepron në emër të popullit të Kosovës, atëherë ne këtu drejt i themi qartë, jo në emrin tim, jo në emrin tonë. Drejtësia nuk mund të jetë selektive, nuk mund të jetë dirigjuar, ajo duhet të jetë drejt, transparente dhe barabartë për të gjithë. Vetëm atëherë mund të flasë në emër të një populli. Qytetarët duan drejtësi dhe jo politik. E sot, nga kjo ditë e pavarësisë, ne dërgojmë një mesazh të qartë për ata që gjenden në Hag.
për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të gjithë të tjerët, ju nuk jeni vetëm. Pas ju shëndron një kombi ton, pas ju shëndron historia, sakrifica jon, liria jon. Ata nuk janë vetëm, ky është vetëm fillimi, nuk do të ndalemi kur. Drejtësi jo politik.